Mjeku çudit botën. Ja sa vezë duhet të hani sipas moshës që keni dhe cila është më e mira. Veza është ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese, e renditur në top listën e 10 ushqimeve që nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët që mund të konsumoni, sidomos nëse ato janë në formën e tyre të zjerë. Por a keni pyetur ndonjëherë veten se cila vezë është më e vyer dhe sa vezë mund të konsumojmë në ditë pa u shqetësuar shumë për ndikimet negative të luhatjeve të shëndetit? Rezultatet tregojnë se studimet e fundit mbi dobitë shëndetësore të vezës së pulave janë të gjëra. Rezulton se 1 deri në 3 vezë të zjera në ditë është doza e tyre optimale. Akoma më mirë nëse këto vezë janë të pasura me omega 3. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Cila konsiderohet si superveza e shëndetit të mirë. Veza e pasur me omega 3 konsiderohet veza që mbron shëndetin e trurit, të zemrës dhe ushqen organizmin tuaj. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve. Duke konsumuar 1 deri në 2 vezë në ditë, do të keni këto përfitime. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i mirë ndërtimor i trurit. Nëse hani 1 deri në 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë të mira ushqyese, duke i cilësuar ato si një mbrojtje e vërtetë e organizmit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj do të marrë lëndët e duhura ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënien e kujtesës dhe shikimi do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasura kryesisht edhe me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse gjithashtu edhe për shikimin e qartë dhe të mprehtë, kryesisht edhe gjatë pjesës së natës, duke i dhënë syve tuaj të gjithë elementët ushqyes për të qenë më të shëndetshëm dhe më të mprehtë në situatat e vështira. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçësohet në mënyrë të pakthyeshme. Ndaj kujdesuni të shtoni produktet e duhura në dietën tuaj për një shëndet më të mirë të syve dhe të reduktoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Vitamina D që gjendet tek veza do të ofrojë gjithashtu edhe një absorbim më të mirë të kalciumit. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të hajë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë, sigurisht që ai do të zgjedhë edhe konsumin e vezëve të zjera, sidomos nëse merr vesh se përfitimet e vitaminës D janë të njëjtat e të dyja. Kështu, vezët e zjera mund të kthehen në një aleat të vërtetë të organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës së zjerë është përgatitja e saj në këtë formë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt sepse nuk përdoren yndyrna në skuqje. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të hajë të paktën një vezë të zjerë çdo mëngjes si pjesë të kujdesit të regjimit të duhur ushqimor, i cili ju ndihmon edhe në reduktimin e marrjes së tepërt të kalorive gjatë ditës. Vezët e zjera do t'i japin përfitimin e yndyrnave të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit, ndërsa ulin riskun e problemeve të ndryshme kardiake. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës, e përrjedhojnë edhe nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Vezët e zjera do t'i japin përfitimin e proteinave cilësore në dobi të shëndetit tuaj. Vezët e zjera përmbajnë natyralisht nivele shumë të larta të proteinave cilësore, shumë të rëndësishme këto në aktivitetet tuaja të përditshme. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë organet e trupit dhe mundsojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve.
Vezët janë një element fantastik ushqyes për shëndetin tuaj të syve dhe mund t'japin gjithashtu të gjitha elementet të cilët do të luajnë një rol pozitiv në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Një nga vitaminat më të rëndësishme është vitamina A që gjendet tek veza. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syve në thithjen e dritës, mbron membrana dhe ulëriskun e prekjes së shikimit nga dobësimi ose verbëria. Do të keni kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Vezët e zjera mund t'i kombinoni me produkte të ndryshme dhe gjithashtu vlerat ushqyese të tyre do t'i japin përfitime mbreslënse në dobi të organizmit. Veza është një produkt që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese nëse konsumohet si duhet në dietën tuaj. Ajo renditet edhe në top listën e 10 super ushqimeve më të rëndësishme për t'i përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj, sidomos edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. A e keni pyetur ndonjëherë veten se sa vezë duhet të konsumoni në ditë, cila vezë është më e mira dhe cilat janë përfitimet e tyre unike? Akoma më mirë nëse konsumoni vezë të cilat janë të pasura me omega 3. Nëse konsumoni 1 deri në 2 vezë çdo ditë, truri juaj do të gjendet edhe nën mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm të këtyre lëndëve ushqyese, duke ndikuar kështu edhe në procesin e lëndëve njohëse, të cilat do të përmirësojnë procesin e kujtesës. Shikimi do të ruhet fale luteinës që gjendet me shumicë tek veza. Ekspertët thonë se vezët janë të pasura me lutein dhe ju mund të merrni përfitimet e tyre unike edhe për shëndetin e syve. Vezët e pulave janë të pasur me lutein, kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e mprehtë edhe gjatë natës. Duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e syve, do ta keni më të lehtë të përballeni me situata të pakëndshme gjatë ditës. Vitamina D që gjendet tek veza do të ndihmojë edhe në absorbimin më të mirë të kalciumit. Nëse ju ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë me vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos në qoftë se ata zbulojnë ose përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Kështu, efektet pozitive të konsumit të saj do të jenë të menjëhershme në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të konsumoni vezët e zjera në menun tuaj ditore. Përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe do të mbani larg komplikacionet e njëpasnjëshme. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, një vitaminë mjaft e rëndësishme për aktivitetet tuaja. Ekspertët tregojnë se vitamina D tek vezët mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në reduktimin e problemeve të nyjeve. Vezët janë të pasur me vitaminën B që mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë në forcimin e flokut, gjithashtu edhe të lëkurës. Elementët që përmban veza e pulës eliminojnë gjithashtu toksinat nga mëlçia. Vezët e pulave do të ndihmojnë që të humbisni kilograma të tepërt. Shkenca doli në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezë për mëngjes, humbisni 2 herë më shpejt peshën e tepërt trupore. Një mëngjes i tillë do ju mbajë të ngopur për më gjatë dhe gjithashtu do ju lejojë të ulni sasinë e konsumuar të ushqimeve të dëmshme brenda një dite. Vezët e zjera janë fantastike për organizmin dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre në këtë formë si një zgjidhje shumë e mirë edhe për humbjen e kilogramëve të tepërt. Procesi i plakjes do të ngadalësohet falë konsumit të vezëve të zjera. Kjo është e dukshme nga ullumtimet e kryera nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njolla të moshës u zhdukën ndjeshëm dhe gjithashtu lëkura u pastrua dhe patën gjithashtu rezultate mjaft të mira në dukjen e tyre të jashtme. Pra përfitimet që do të merrni nga veza janë vërtet të rëndësishme edhe për shëndetin e lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.